Rritja e rasteve të bullizmit në shkolla, veçanërisht mes fëmijëve, mbetet një shqetësim serioz për shoqërinë. Për të adresuar këtë fenomen dhe për të rritur ndërgjegjësimin në komunitet, në Gjirokastër u organizua një aktivitet sensibilizues me pjesëmarrjen e përfaqësuesve të institucioneve vendore. Sipas specialistëve, bullizmi shfaqet në forma të ndryshme, duke filluar nga dhuna verbale dhe fizike deri te përjashtimi social. Rastet janë të njëpasnjëshme, prindrit, sidomos shkollat, psikologët, punonjësit social bëjnë referime pranesh dhe ne për t'i dhënë mbrojtjen dhe për mos të pasur cënimin e të drejtës së fëmijës, ne ju ofrojmë mbështetjen e dur nga të gjitha institucionet përkatëse. Nga ana tjetër, përfaqësues të shoqërisë civile u ndalën te roli i komunitetit në krijimin e një mjedisi të sigurt për fëmijët. Është një problem shumë serioz për shkollat, për komunitetin, i cili nëpërmjet një programi, aktivitetesh, ne do të mundohemi t'i afrohemi këtij problemi, t'i trajtojmë me të gjithë fuqinë që kërkon ky si fenomen, sepse siç dihem bullizmi nis me diçka të thjeshtë, të vogël dhe në fund përfundon me pasoja shumë të rrezikshme ndonjëherë. Ky është qëllimi im kryesor, që kemi një bashkëpunim ndër institucional me të gjithë këta faktorë që kanë ndikimin e tyre në parandalimin e këtij fenomeni. Ky aktivitet u zhvillua në kuadër të një qasje më të gjerë që lidhet me policimin në komunitet, duke synuar rritjen e sigurisë dhe mirëqenies së fëmijëve, si dhe ndërtimin e një klime më të shëndetshme për institucionet arsimore.